Prej disa ditësh ka nisur pastrimi i një segmenti problematik të kanalit Përcjellës të ujit që nis nga gryka e derdhjes së rezervuarit të Thanasit, kanal që përshkon disa fshatra të bashkive Lushnjë dhe Divjak, duke përfshirë dhe zonën e Tërbufit. Ky kanal ndërtuar në kohën e sistemit socialist si një vepër arti inxhinierike, mbetet një nga rrjetet kryesore të shpërndarjes së ujit për vaditje në të gjithë Myzeqen. Por problemi më i madh i tij sot përqendrohet në rajonin numër 5, përgjatë një gjatësie prej 2 kilometër nga stifoni në hyrje të lagjes Karbunar, duke përshkruar lagje në brendësi. Sipas drejtorisë rajonale të bordit të kullimit Fier, segmenti në fjalë është i zaptuar në të dy anët nga ndërtimet pa leje të qytetarëve, të cilët kanë pushtuar hapësirat publike dhe rrugët ekzistuese, duke pamundsuar për 30 vite pastrimin e plotë të këtij kanali jetik për fermerët e zonës. Situata rëndohet dhe më tej nga hedhja pa kritere mbeturinave brenda kanalit, duke e kthyer atë në një vatër ndotjeje të madhe. Pavarësisht vështirësive të shumta, është nisur pastrimi i këtij segmenti, duke hasur pengesa të mëdha për shkak të mungesës së aksesit për mjete dhe makineri, pasi çdo hapësirë publike është tashmë e zaptuar. Pamjet e siguruara nga televizioni Apollon tregojnë përpjekjet në terren për pastrimin e kanalit, por ky proces mbetet i vështirë. Në mungesë të ndërgjegjësimit qytetar dhe funksionimit të ligjit, fati i veprave të artit inxhinierik të trashëguara mbetet në duart e vetë qytetarëve. Për momentin, kanali Përcjellës është më shumë se një depo mbeturina sesa një infrastrukturë funksionale për vaditje, duke u kthyer në një pyll oriental në zemër të një lagjeje.